që i cili garanton stabilitet, kjo është pjesë e konceptit doktrinor të presidentit Trump. Paqja e qëndrueshme, apo ajo që parasynon presidenti Trump përmes këtyre iniciativave dhe kësaj reforme që po bën në administratën e Shtetit Amerikan me theks në politikat e sigurisë, politikat e jashtme, unë mendoj se është një privilegj dhe shkollë e lartë e përgjegjësisë, por edhe lojalitetit apo besnikërisë që ka treguar dy shtetet tona, por edhe shumë shtete tjera që janë përfshirë me vetë kërkesën e presidentit Trump duke i ftuar atje. Pra, ajo që mendoj se tani jemi përballë një raporti drejtës ndërkombëtare e cila synon për një stabilitet politik në Ballkan dhe në këtë kontekst e shoh jo vetëm angazhimin e Kosovës në kuadrin e bordit të paqes, që të tregoj se është e gatshme të marrë barrën e përgjegjësisë për të mbështetur paqen në botë, meqenëse se është edhe një ndër, unë kam qenë në vetë një ndër autorët e rishikimit strategjik sektorit sigurisë dhe krijimit të forcave të armatosura të Kosovës me fusha misioni ku operacionet ndërkombëtare brenda saj, operacionet e mbështetjes paqes janë edhe fushë misioni e forcës dhe me këtë po kallzon Kosova se nuk do të jetë më vetëm ajo që konsumon siguri, hapret mbështetje dhe kërkon mbështetje dhe siguri nga aleatët, por do të marrë dhe barrën e përgjegjësisë për ta mbështetur paqen nëpër botë. Kjo është një tregues pozitiv, kurse fjala e kryeministit të Shqipërisë, zoti Rama, kishte një konotacion më të fuqishëm, ai vuri në theksin tek zhvillimet të cilat quajnë në një destabilitet në Ballkan dhe një mbajtje në gjendje shumë të brishtë të sigurisë në Ballkan. Këtë e kërkojnë nga drejtësia ndërkombëtare, pra e cila me procesin që po mbahet në Hagë dhe gjykimin e liderit kryesor apo liderëve kryesor të luftës, por edhe të paqes, siç janë presidenti që ka qenë nga detyra zyrtare dhe ish kryetari i parlamentit, unë mendoj se kjo i ka bërë qartë se cila është rruga për të pasur një stabilitet politik në Ballkan, pra një stabilitet qëndrueshëm. Gjykata ndërkombëtare nuk guxon të jetë edhe pse është e pashmangshme, nuk do të jetë faktor destabiliteti politik duke goditur figurat kyçe barçe të luftës. Presidenti tha që u arrestuan në një moment shumë kritik, pra ishte momenti kur pritet në nënshkruajnë një marrëveshje e shtyrë nga vetë presidenti Trump në mandatin e tij të parë dhe që kishte synim pikërisht konceptin doktrinor të presidentit Trump. Pra, stabilitetin politik në Kosovë përmes zhvillimit ekonomik. Pikat që përbante e marrëveshje ishin kryesisht të karakterit në shumicë, do të thonë pjesën ndërmuese, ishin të karakterit ekonomik, që synonin ta përgatisin Kosovën për një ecje të qëndrueshme përpara në momenti kur do të kishte një përmbyllje të procesit politik në Serbi, pra si shteti i pavarur dhe sovran. Dhe unë mendoj se kjo do të ndikonte drejt për drejt në rregullim në raporteve, sepse po t'i shihni pikat që janë përfshirë, hekurullat, autostradat, çështja e ujmanit, që është burimi kryesor i çështjeve energjetike në Kosovë, po dhe ujpijes. E të tjera tema që janë përfshirë brenda asaj marrëveshje, mendoj se kanë qenë jetike edhe do të mbeten prapë, edhe nëse sot do të ndodhte ata supozojmë një përmbyllje procesit politik me një marrëveshje finale, Kosova në të ardhmen prapë do duhet krijonte nën marrëveshje dhe do të përballen pikërisht me këto tema që përfshihen në marrëveshjen e Washingtonit. Dhe në një marrëveshje që ishte shtyrë nga presidenti Trump dhe arrestimi i presidentit Tashi pikërisht në këtë moment, unë mendoj se duhet ta bëjnë të reflektojë edhe vetë presidentin Trump dhe fjala e kryeministit Rama ishte e goditur dhe kërkesa që i drejtoi po ashtu ishte potencialisht e mundshme për të ndikuar në këtë drejtësi që të mos perceptohet si një faktor të stabiliteti apo instrument që të kthehet në një instrument që forcon rendin dhe stabilitetin rajonal. Besoj se do ta ketë efektin e vet. Sa kjo do të jetë e mundshme mbetet të shtyp. E qartë, por zot Berisha,
Si do të ndikojë gjithë kjo deklarat në raportet mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian? Rrezikon ndoshta të krijojë një tension, do ta quaja, mes qasjes amerikane dhe asaj europiane, dhe cili është mesazhi që i përcjellet edhe palëve? A mund të jetë ndoshta një presion, sidomos në një kohë kur dialogu ka kaluar ndoshta në faza të ndjeshme politike, por edhe sigurie? Tani shqipe, vërtet Kosova që ndodhet në teritorin e Bashkimit Evropian dhe synimi ynë është integrimi në Bashkimin Evropian, por edhe integrimi atlantike. Mirë po kemi edhe një amanet brezash, që është orientimi strategjik i kombit shqiptar, po flas vetëm për Kosovën, aleanca dhe misia permanente me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që unë edhe me tej do t'i konsideroj si faktorin kyç për stabilitetin në vetë Bashkimin Evropian, pastaj po minimizoj në ballkonin perëndimor dhe në botën shqiptare apo në Kosovë. Deri në vitin 2022, Bashkimi Evropian ka pas një lloj ambicie me të cilën është munduar ta minimizoj impaktin amerikan në territorin e Bashkimit Evropian. Është munduar ta minimizoj me një objektiv jo real, sepse edhe vetë NATO-ja si është garantuese e sigurisë së Bashkimit Evropian, ju e dini se ka qenë deri me ardhin e presidentit Trump, ka qenë diku 70% e komplet kapacitetet ushtarake dhe fuqisë ekonomike të NATO-s e ka përbërë, e ka financuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 30% të gjitha vendet tjera anëtare. Dhe këtu nuk flitet për supremaci, po këtu duhet flitet për një mënyrë racionale për një fuqi garantuese nga shërbimet edhe të vetë Bashkimit Evropian. Pas vitit 2022, kur filloi lufta në Ukrainë, Bashkimi Evropian tashmë e ka të qartë se ka qenë i pafuqishëm dhe mbetet i pafuqishëm të përballet me ndonjë sfidë të tipit çfarë është pretendimi rus. Pa prezencën e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Ukrainë, në kuptimin e mbështetjes ushtarake në luftën e Ukrainës kundër Rusisë, Bashkimi Evropian rrezikon, Shtetet e Bashkimit Evropian rrezikojnë të riokupohen komplet ai bloku lindor, mos flasim për mundësinë e një shtrie edhe më të madhe. Prandaj, Bashkimi Evropian duhet të jetë të vetëdijshëm, duhet të jetë koshient se ndërhyrja e Shtetit Bashkuar të Amerikës po ju jep hapësirën e nevojshme që të rikonsolidojnë forcat evropiane. Dhe zatën prandaj do bëhet ndarja e buxheti për 800 miliardë, që unë mendoj që ka qenë veprim i mençur për të quajtur përpara kapacitetet ushtarake për të përballë me rreziqet ndaj armën. Por mbijetesa dhe ekzistimi i Bashkimit Evropian ashtu si edhe Kosovës është e lidhur drejt për drejt me fuqinë dhe përkushtimin amerikan. Kështu që unë edhe me tej jam si të partizani idesë se ne duhet të luftojmë për integrime. Dhe ky është synimi juaj, edhe gjitha reformat dhe që po bën qoftë Shqipëri, qoftë Kosovë dhe në brenda të rajonit, kanë synim përgatitjen e vendit për integrimin në Bashkimin Evropian, sepse këtu takojmë edhe aspektin politik, edhe gjeografik, edhe gjeostrategjik, po edhe zhvillimore të tjera, edhe të sigurisë. Por një paqe e qëndrueshme është një drejtësi që forcon rendin, jo që i dobëson, jo të prodhoj vakum politik siç po pretendohet nga Bashkimi Evropian, por një forcë që mbron aleatet, por jo që heziton e pastaj krijon pasiguri siç po ndodh tani qoftë në raport po i thënë miniatur Serbi-Kosovë apo në mega konfliktin atje që është Rusi-Ukrainë, apo edhe në shumë vende të tjera si në lindjen e mesme dhe shumë shtete jo stabile. Pastaj synimi tjetër apo dimensioni tjetër është ekonomik që zhvillon rajonin e jo me pas në stagnim që pastaj vetëm i ushqen tensionet. Dhe se vendet e pazhvilluara shkojnë deri përplasje dhe tensioneve e kanë demonstruar pothuajse në tërë rrugtimin e tyre shumica e shteteve të bllokut lindor, veçanti ku vjen edhe fatkeqësisht edhe Ballkani që takojmë ne. E qartë. Zoti Berisha, nga ana tjetër, midis këtij fokusi më të shtuar të Shtetet Bashkuara të Amerikës në Kosovë dhe në Ballkan, mendoni se do të kemi tashmë se i përket të dyja vendeve, pra Kosovë, Serbi, një model të ri ndërmjetësimi paralel, njësoj ndoshta si Bashkimi Evropian? Ju e pat një sjellje shumë interesante të presidentit Trump në raport me të dy liderët. Konflikti i Kosovës për presidentin Trump nuk është konflikt. Është shumë minimal, është shumë i vogël dhe i papërfillshëm. Kjo ishte mesazhi që përçoj me atë, hajtë qoj ju dy, kur keni probleme të thirrni mua. Sepse ai ka marrëveshja e Washingtonit në mos në tërësinë e saj, në elementet saktura, ajo prapë
tentohet mu implementu në Kosovë, dhe është e domosdoshme, ju lutem, nëse dikush mundohet se, ade ne na duhet vetëm një akt formal i njohjes, prap ne jemi shtet e fqinje fizikisht, geografikisht, dhe prap do të përballemi me ujmanin i cili i ka ato kilometra, dhe ai ka ofruar atë një zgjidhësi të lumit Mississippi. Domethënë ti mundesh me vepruar për rrjedhën e lumit, por nuk guzon me larë sasinë ujë në vitet për të mbështetur Kosovën në aspektin energjetik, por edhe në aspektin ekonomik, ujë, pisë e tjera. Pra, ose hekurudha që duhet kalojnë lidhën korridorët me Bashkimin Evropian nga Kosova përmes Serbisë apo autostradave tjera. Pra, këtu e në tema çështjet e Thëngjillit e tjera. Pra, të gjitha këto nuk mund t'i shmangin dhe ju e pak në natyrën e bisedurit. Ai faktikisht e bëri të ditur dhe ne duhet jemi realistë. Unë jam ushtarak. Kosova ka një full stop agreement me Ajovën, sa i përket forcës, por në Serbi këtu operon Ajova. Kemi aliancë për bashkëpunim, ka status plot forcë, si ne në Ajovë, si Ajova në Kosovë, ne jemi një ushtri. Pastaj në Serbi është garda e Ohajos, që i stërvit që nga ushtari serb atje, i forcave të armatosura të Serbisë, deri te shtabi general atje. Pra, presidenti Trump kur flet nga ky prizëm, se e din që janë dy territorë që i kanë në kontrollin e forcave ushtarake apo në kontrollin ushtarak vetin. Une, kur ndodhi ky miratimi i ligjit që autorizon buxhetin e mbrojtjes në SBA dhe Kosova ishte pjesë e këtij buxheti, kjo do të thotë se është territor ku Amerika shef edhe sigurinë e vet, duke mbrojtur atë territor. Çfarë gjen me përkthyer terma? Në Kosovë jetojnë shqiptarët, ne shqiptarët, por edhe disa komunitete tjera. Kosova është tokë, Dardani, Ilirë, Pellazje, ku ta diu në histori. Por në aspektin dhe mbrojtjes së sigurisë, është pronë e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Njëjtë siç po synon Grenlandën, siç e mori Venezuelën, e siç do t'i kapë edhe shumë shtete tjera të atij BRICS-ut që ndërtuan Rusia, Kina, India, dhe do ta shtrijë domethënë fuqinë e mbrojtjes së interesave gjeostrategjike, ekonomike, politike dhe sigurisë amerikane në çdo vend të botës, ku Kosova është një ndër to. Prandaj edhe këto tendenca për ta parë nga prizmet ndryshme, unë mendoj se janë jo reale dhe një duhet ta kemi të qartë. Ne po ndërtojmë një shtet me parimet e demokracisë, me institucione të reja, me mekanizma të sigurisë dhe të mbrojtjes, por që në një përballje të madhe ushtarake nuk do të ishte reale ta them ato shprehjen e ministrit aktual të mbrojtjes edhe të qeverisë kaluar, se në një rast të një konflikti me Serbinë nes na duhet mbështetja e KFOR-it. Mendoj se ky ka qenë deklarimi më absurd, do të ka qenë ideora, do të gjendje jo deliri, përndryshe mençuri në aspektin strategjik dhe ushtarak nuk është vetëm fokusi në ndërtimin e kapaciteteve ushtarake që janë një domosdoshmëri, por që në aspektin e fuqive ekonomike nacionale të Kosovës lëmë shumë për dëshiru. Prandaj mençuria është ndërtimi i aleancave me partnerë të fuqishëm. Dhe ne e kemi prioritet dhe orientim strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët janë prezent në Kosovë. Këtu do ta kemi preokupimin ndërtimi i aleancave të fuqishme, siç është ajo me Shqipëri dhe Kroaci, ta zgjerojmë edhe me shtete tjera. Sa më shumë shtete që futim në aleancë, garantojmë më shumë sigurinë tonë dhe të ardhmen tonë, sepse zbuglojmë numrin e armiqve. Se pa kur qenë në aleancë në kupton se jemi bashkë si në zhvillim, si në avancim forcave dhe doktrinave, por edhe në rast sulmesh. Prandaj kjo është zhvillimi i mençur për Kosovën, e jo për tendencat. Unë synoj